Në këtë edicion do të ndiqni mungesa kapakëve të shtyllave elektrike, rrezik për komunitetin. Dukuria parkimit të veturave në vendet të gabuara prezente në disa rrugë të qytetit. Projekti për ndërtimin e fushave të tenisit nisi në vitin 2017, por ende nuk është përuruar. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Disa shtyllave elektrike në rrugët e qytetit ju mungojnë kapakët ose janë të dëmtuar. Mungesa atyre po i shqetëson shumë qytetarët të cilët kërkojnë që të rivendosin kapakët me qëllim që të eliminohet ndonjë rrezik i mundshëm. Në disa rrugë të qytetit mund të shoh shtylla elektrike me kapak të dëmtuar ose të munguar, pikërisht në pjesë ku lidhet rrjeti elektrik. Këto kapak që duhet të sigurojnë mbrojtjen nga kontakti me energjinë elektrike janë dëmtuar ose zhdukur krejtësisht, duke krijuar jo vetëm një imazh të keq, por edhe një rrezik real për kalimtarët. Disa nga qytetarët e intervistuar sot thonë se persona që bëjnë veprime të tilla nuk duhet falur. Është një mendim shumë i keq. Është një mendim shumë i pafalshëm. Duhet me pas siguri, me pas kujdes, me pas kamera, çdo hap me pas përcjellse. Sigurisht, kish pas gjopa, çdo sa kish qenë më mirë. Më kujdes dikush mi mbajt këto, se thënë rrezik për fëmijë e për qytetarë, pa marrë parasysh. Ndërkohë të tjerë thonë se autoritetet duhet të jenë më të vëmendshme dhe të ndërhyjnë më shpejt për riparime më të sigurta. Mungesa kapakëve në shtyllat elektrike nuk janë i vetmi shqetësim për komunitetin. Edhe disa shenja të komunikacionit shihen të dëmtuara ose të hequra nga vendi ku ishin destinuar. Për këtë çështje nga Drejtoria e Shërbimeve Publike pohojnë se janë në dieni dhe po bëjnë përpjekje që së shpejti të rregullojnë. Në disa pjesë të qytetit, kamera televizionit Syri ka regjistruar sot imazhet e disa shenjave të komunikacionit të dëmtuara. Sinjalizuesit vertikal, që njoftojnë për vendkalimin e shënuar për këmsor, shihen të jenë të dëmtuara dhe të kthyera mbrapsht. Ndërkohë drejtori i shërbimeve publike në Gjakov, Nikol Leshi, lidhur me këto dëmtime, ka thënë se janë në dieni për rastin dhe se është njoftuar kompania për rregullimin e shenjave të komunikacionit. Leshi gjithashtu bëri të ditur se për këto dëmtime kanë raportuar edhe në polici për të vazhduar me procedura tutje. Kujtojmë se dëmtimi i shenjave të komunikacionit jo vetëm që është një shkelje ligjore, por edhe rrezikon sigurinë e qytetarëve. Problemet me parkimin e veturave në vendet të gabuara janë bërë pjesë e trajtimit. Disa herë në kronikat tona, ekipi ynë edhe sot ka shëtitur në disa rrugë të qytetit, ku kjo dukuri shqetësuese ishte prezente. Ndjekim kronikën. Trotuarët e disa rrugëve në qytetin e Gjakovës janë kthyer në parkingje të veturave. Pothuajse gjatë gjithë kohës në trotuar ndodhen makinat e parkuara gabimisht, duke pamundsuar ecjen e lirë të këmbësorëve. Në rrugën Abdurrahman Buza, makinat janë të parkuar në trotuare. Edhe afër shkollës fillore Femia Agani gjendja është e njëjtë. Aty trotuarët janë të zëna nga makinat. E hiç më mirë nuk është edhe në rrugë tjera. Në rrugën Ymer Prizreni, trotuarët janë shndruar në parkingje ilegale. E në qendrën e qytetit në rrugën Nën Tereza nuk ka makina në trotuar, por ka vetura që ndalojnë dhe pengojnë komunikacionin rrugor. Dukuri kjo është shpesh dhe shumë shqetësuese për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Ndërka që rruga Nën Tereza është e frekuentueshme nga makina këtu në qendër të qytetit, por megjithatë gjithmonë drejtuesit e makinave parkojnë makinat në rrugë duke dalur për të kryer shërbimet e tyre personale dhe duke e vështirësuar lëvizjen në komunikacion. Për parkim të automjeteve në vendet e gabuara, zyrtarët policorë në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Gjakov, brenda një muaji kanë shqiptuar 1000 gjoba, por edhe përkundër kësaj dukuria e parkimit të gabuar nuk ka të ndalur.
Kesko ka paralajmëruar se nga nesër 21 qershor e në ditët në vijim, pritet që të nisë një mungesë e theksuar e prodhimit vendor të energjisë elektrike, që në rastin më ekstrem, kjo do të nënkuptojë që gjithë sasia e energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë do të duhet të mbulohet përmes importit. Për të minimizuar ndikimin e kësaj situate, Kesku u bën thirrje të gjithë konsumatorëve që të aplikojnë masa të menjëhershme të kursimit të energjisë elektrike. Dështimet e njëpasnjëshme të seancave, kozgjatja e tyre vetëm prej disa minutash, kanë irrituar shumë edhe qytetarët. Ata thonë se kjo situatë është papranueshme dhe në asnjë formë e pamundur për votuesit. Për punën e deputetëve në 3 muajt e fundit, ka reaguar edhe avokati Arjanit Koci. Dështimet të njëpasnjëshme të seancave, kozgjatja e tyre vetëm prej disa minutash, kanë irrituar shumë qytetar. Madje për punën e deputetëve në 3 muajt e fundit ka reaguar në rrjetin social Facebook edhe avokati Arjanit Koci, ku tha se deputetët e legjislaturës së 9 kanë bërë deri 30 minuta punë, për të cilën janë paguar 2.000 euro. Nga ana tjetër, qytetarët thonë se kjo situatë është e papranueshme. Më vje keq shumë se shqiptarin veç dajak e drejton. Diktatura man, përdojnë që s'ka. Derisa nuk kem diktaturë, na nuk dim kura bëllë. Me desh të hujnë, ma shumë se tonën, veç në atë që të gjestë të bojna. Krejt bota që ka njerëz, ku është qeshja komtarë që shtu lidhën tonë. Na shqiptarë, ku është qeshja komtarë, na shka përderdhëm krejt. Pa që ta jemi mbrapa metën shumë. Edhe rrogën e marrin, edhe plus edhe me ditën e marrin, përveç rrogën po dhe me ditën që shkon aty. A me votu zvoten? E njëri ndërta tha se populli po heshtë në këtë situatë. Që kjo është për çdo kritikë. Këta do më thonë nuk në lodhë për votat që kemi dhonë na. Na i bom ata deputet, ata neve na harron. Haram ju qofshin ato që pi marrin, se ajo është njësa taksa baguzve, se cilin. Por njësën për mbjerë që di, që është popli për heshtë. Pse nuk qohet ja që tash ja shka. Për qashtë e vendimtare, qashtë e madhore, popli heshtë. Edhe i marrin pare, po mdogër që shkojnë këtë intereset partijake dhe klanore, ngrejen me s'kut. Këtë bashkia ndërkombëtare thotë duhet me pas kompromis, se pa kompromis nuk bëhet qeveria. Duhet milion ato interesat partijake për hir të popullit edhe të shtetit. Qytetarët në hall deri kur do të vazhdojë kështu? Ma kesh nuk ka që shbohet. Deri kur për dhe më zgatë kështu. Në botë s'ka pas kësi se në hala. A përpresin marë të hujtë në jo. A pet e më kumandu këtu. Situatë ma flisht nuk ka. Hypë struja, hypë senat gjonat të shimore, krejt, pensionet, kuvla, pësa hypë i gjohë. Se i përket pagës... Për ndëgjoj që i marrin ka 250 euro këtë vinë në seancë. Madje në postimin e tij Koci ka theksuar se llogaritë janë të thjeshta, duke vënë theksin 2.000 euro për 30 minuta, që nënkupton se ora e punës është paguar 4.000 euro. Për shkak të mortajes në Shqipëri, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka lëshuar një thirrje për të gjithë fermerët mbajtës të deleve dhe dhive, veçanërisht ata që ndodhin në zonat kufitare me Shqipërinë. AUV-ja kërkon nga fermerët që të jenë të zakonisht të kujdesshëm, të monitorojnë gjendjen e kafshëve dhe të raportojnë menjëherë çdo dyshim të veterinarit lokal. Për shkak të mortajes në Shqipëri, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka lëshuar një thirrje për të gjithë fermerët mbajtës të deleve dhe dhive, veçanërisht ata që ndodhen në zonat kufitare me Shqipërinë. AUV-ja kërkon nga fermerët që të jenë zakonisht të kujdesshëm, të monitorojnë gjendjen e kafshëve dhe të raportojnë menjëherë çdo dyshim të veterinarit lokal. Zëdhënësi i AUV Selamir Thaçi tregon se si qëndron situata aktualisht. Qysh në ditën e parë të shpërthimit të smundjes në Shqipëri, konfirmimit rasteve të para, ne menjëherë kemi nxjerrë masën e ndaj fillimisht për zonën e Shkodrës dhe të Kukësit,
Dhe pastaj duke parë përhapjen e smundjes, përhapjen e shpejt, ne masën e dytë e kemi vendosur ndalesë importi për gjithë territorin e Shqipërisë, sepse edhe vetë shteti shqiptar ka vendosur masa kufizuese të lëvizjes së kafshëve, dhe nga vlerësimi i ekspertëve të shëndetit kafshëve brenda agjencisë është parë nevojshme që përveç masave kufizuese të ndalesës të njoftohen edhe gjithë fermerët mbajtës të deleve dhe dhive, sidomos ata të brezit kufitar me Shqipërinë. Tha që mesjerash tregoi se a do të ketë mbështetje apo subvencion për fermerët në këtë proces. Bashkëpunimi i fermerëve është obligim ligjor, çfarë do mos bashkëpunimi bie ndesh me ligjet e aplikueshme në Kosovë dhe pasojat do t'i bartin vetë, sepse këto njoftime, këto rekomandime që janë dhënë janë kryekpot në të mirë të fermerëve dhe në ruajtje të shëndetit të tufave të tyre dhe sidomos ekonomisë të tyre familjare dhe ekonomisë shtetërore. Kështu që bashkëpunimi është i obliguar. Zëdhënësi tha që foli edhe për masat që do të ndërmarrin ata. Pavarësisht nga zhvillimet që mund të ketë përhapja e smundjes apo eventualisht rastet që mund të jenë të dyshuara, ne gjithmonë konform ligjeve në fuqi do të ndërmarrim veprime për të penguar në radhë parë infektimin e firmave, pastaj nëse kemi raste të cilat mund të jenë të dyshimta, gjithmonë hapat do të jenë konform procedurave dhe masave të përgjithshme veterinare për të parandaluar përhapjen. Zbatimi i këtyre masave është thelbësore për mbrojtjen e tufave e të fermerëve dhe parandalimin e përhapjes së sëmundjes në Kosovë, tha mesjerash zëdhënësi Thaçi. 18.800 maturant nga gjithë Kosova nesër do t'i nënshtrohen testit të maturës. Testimi do të jetë me 100 pikë, kurse rezultatet do të bëhen publike më së largu deri më 30 qershor. Në Gjakov, testi nesër pritet t'i nënshtrohet 1020 maturant në 8 qendra të testimit. Nesër me fillim nga ora 10 do të mbahet provimi i maturës shtetërore. Kështu ka njoftuar Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Këtij provimi në nivel vendi do të nënshtrohen gjithsej 18.800 maturant. Ndërkaq nga Drejtoria e Arsimit në Gjakov kanë bërë të ditur se në Gjakov janë 8 qendra të testimit, ku 1020 nxënës kanë të drejtë të nënshtrohen këtij provimi. Nga mashti bëhet e ditur se janë ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura për organizimin e provimit, me angazhim edhe të trupave mbikëqyrëse, për të siguruar mbarvajtjen në zhvillimin e këtij procesi. Mashti ka kërkuar nga maturantët që të përmbahen rregullave të përcaktuara për mos mbajtje të pajisjeve elektronike me vete, pasi nuk do të lejohet hyrja në qendrat e testimit. Hyrja në qendrën e testimit do të mbyllet në ora 10 dhe pas kësaj ore, asnjë nga personat e paautorizuar nga mashti nuk do të lejohen të hyjnë deri në përfundim të procesit të testimit. Ndërkaq rezultatet nga provimi i maturës shtetërore pritet të publikohen më së largu deri më 30 qershor. Projekti i fushave të tenisit në Gjakov ende nuk është finalizuar përfundimisht. Mbi 200.000 euro janë shpenzuar për këtë projekt të nisur në vitin 2017, por të papëruruar ende. Ndërkohë, tenisierët nga Gjakova dhe përkundër vështirësive në infrastrukturën sportive, ja kanë dalë të jenë të suksesshëm në disa kompeticione të tenisit. Ende nuk është finalizuar projekti i fushave të tenisit në Gjakov. Projekti i filluar në vitin 2017, për të cilin janë investuar mbi 200.000 euro, ende nuk ka përfunduar. Ky investim u konsiderua si tejet i nevojshëm dhe u mirëprit nga pasionantët e këtij sporti, por përkundër kësaj, tash 8 vjet fushat e tenisit mbeten të pafinalizuara plotësisht. Për dinamikën e punimeve të këtij projekti, Televizioni Syri disa herë ka kërkuar përgjigjen nga institucionet, madje edhe 2 ditë më parë kemi kontaktuar zyrën e informimit në komunën e Gjakovës për të kuptuar se aktualisht në cilën fazë janë punimet, por as këtë herë nuk arritëm të sigurojmë një përgjigje konkrete. Projekti i ndërtimit të fushave të tenisit në Gjakov për komunitetin sportiv vazhdon të konsiderohet si një projekt i domosdoshëm me qëllim që talentet e këtij sporti të kenë një vend ideal për t'u përgatitur. E përderisa kjo do të ndodhë, teniserëve nga Gjakova ju mbetet të zgjedhin alternative të ndryshme të improvizuara për ushtrime.
Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti ndryshueshëm me temperatura që kanë lëvizur nga 15 deri në 30 gradë Celsius. Për nesër, temperaturat do lëvizin nga 11 deri në 28 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Mot me diell do ta karakterizoj edhe të dielën me temperatura që do të variojnë nga 13 deri në 30 gradë Celsius. Ditën e hënë pritet të mbizotroj mot me diell me temperatura që do të lëvizin nga 15 deri në 32 gradë Celsius. 17 deri në 35 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së martës, karakterizuar nga moti me diell. Mot me diell parashihet edhe gjatë së mërkurës, shoqëruar me temperatura nga 19 deri në 35 gradë Celsius. Për të enjton parashihet mot me diell dhe vranësira të kohë pas kohshme, me temperatura që do të variojnë nga 19 e deri në 37 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Mungesa kapakëve të shtyllave elektrike, rrezik për komunitetin. Dukuria parkimit të veturave në vendet të gabuara prezente në disa rrugë të qytetit. Projekti për ndërtimin e fushave të tenisit nisi në vitin 2017, por ende nuk është përuruar. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.